Skandalet dhe aferat e Ballukut BE ndëshkon qeverinë e Edi Ramës se skualifikon nga Qeveria shqiptare është skualifikuar nga Ministriali i Energjisë BE-s. Në një vendim të datës 18 dhjetor, ky ministrial ka vendosur të ndëshkojë qeverinë shqiptare për shkak të detyrave që kjo e fundit ishte zotuar të realizonte në sektorin e energjisë. Në këtë vendim të BE-s thuhet se qeveria shqiptare duhet të raportojë gjatë vitit 2026 se çfarë hapash do të ndërmarrë në korrigjimin e problemeve të konstatuara në politikat e energjisë. Kujtojmë se përjashtimi nga ky program i Shqipërisë lidhet drejt për drejt me 3 projekt ligje që ishin përgjegjësi e ministres infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila zyrtarisht është e pandehur nga SPAK për disa akuza. Konkretisht bëhet fjala për projekt ligjet Teci Roskoveci, tanijet energjitike Tigrat në Vlorë, linjat e interkoneksionit evropian